Shumë nga dashuria e fundit, ke mësuar? Shumë. Në dimension të madh fare. Po, do të thënë ajo të ka bërë mirë, domethënë. Mendoj që më ka mësuar shumë. Edhe ndaja ka bërë mirë, ëh? Cila është një gjë që të ka mësuar nëse do e përmbledhje në një fjali? Në një fjali më ka mësuar që dashuria përveç se ka një dritë shumë të madhe, drita që ka të shpon thellë dhe të çon në skutat e tua më të errta dhe në plagët e tua më të thella që ndoshta ti as nuk e hyr kurrë më parë. Dhe do i shikosh ato plagët edhe veten tënde me sy që si ke përdorur asnjëherë më përpara në jetën tënde dhe do ta shohësh veten tënde që të bien copat e shpirtit dhe pastaj vetëm do ulesh dhe do t'i mbledhësh. Këtë gjë të bën. Po kjo të bën të fortë. Po, sigurisht, sepse kur të vi tjetra do jetë shumë e konsoliduar. Sigurisht, absolutisht. Edhe më çonte ajo pyetja, një këngëtare është më mirë kur është zemërthyer, është më produktive apo kur është në një marrëdhënie të shëndetshme? Po mendoj që është vërtetuar që ne artistët në përgjithësi jemi më të suksesshëm ose shkruajmë më mirë ose bëjmë artin ton më mirë kur ka dhimbje. Dhe kot nuk thonë që dhimbja është mësuesi më i mirë. Se lumturia ka një gjë, është e bukur shumë. Domethënë është shumë mirë të jemi të lumtur edhe paçim sa më shumë gjëra në jetë për të lumturuar, po ndonjëherë të merr, të çon një çik në ajër, pra ti lëviz pa këmbët nga toka. Diçka është shprehja që lumturia është moment psikopatie, thot një filozof. Po, ndërsa dhimbja me hir me pa hir të bën më të vetëdijshëm. Dhe kur je më i vetëdijshëm, shkruan edhe më me vetdije dhe arti është. Kush është refreni i këngës tënde të kësaj balade që dal tani? Mund ta citosh? Po, do ta them kështu me fjalë të përmbledhura. Që ti thuaj një personi, a mund ta them një gjë çik më gjatë? Jam një çik e bezdisshme, flas ndonjëherë gjatë. Do të ndërpresun nëse kalon limitet. Po, bravo, të lumë, do flas prap. Do të pres prap. Okej, dakor. Shiko, ne flasim shpeshherë ose më saktë, njeriu e ka, mendoj unë, pra nga eksperjenca ime, nga dhimbja ime, nga gjëra që më kanë ndodhur, ne flasim shumë më shumë për shembull kur ne i humbasim njerëzit që duam sepse ndrojnë jetë për shembull. Njeriu ndonjëherë ka më të lehtë ta thoj këtë gjë, pra humba një njeri të dashur pavarësisht se dhimbja është shumë e madhe. Nëse ka një gjë që unë mendoj që nuk e dëgjoj shumë shpesh, është të flasësh për dhimbjen, po kur personi është gjallë, kur ti ke humbur një person që është gjallë, që mund ta shohësh akoma, ekziston, është aty. Që mund të shkëmbesh në rrugë. Unë mendoj që më shef për të. Ajo është dhimbja më e madhe, se nëse dikush ndron jetë, vjen një pikë që edhe bën paqe me atë. Është një gjë që se nuk e ke në kontroll. Kënga që ka për dashurin e fundit që ka pasur. Po. Jam pa komplekse, unë them. A pret një reagim nga ai? Në momentin që kënga do publikohet? Unë pres që të vetëm, domethënë energjia ime dhe drita ime edhe kapaciteti që unë kam kuptuar për ta dashuruar dikë ose dhe për të ndjerë dhimbjen e të humburit dikë, të jetë një dritë për atë njeriu që të bëj më mirë për veten dhe për jetën e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndarja ka bërë mirë dhe ti, aty apo se di këtë gjë ti? Më vonë do t'i bëj mirë aty. Mendoj unë. Do reflektoj vonë. Po. Domethënë, ka disa copza të vogla që gjithsesi ti ja jep një njeriu, duke qenë shumë shpirtërore, unë mendoj që energjetikisht ti edhe nëse nuk komunikon me një person, nëse ti rritesh, bëhesh më e shëndetshme, punon me veten tënde dhe me shpirtin tënd, ti ja jep këtë energjinë edhe atij njeriu. Se unë mendoj thellë që njerëzit që ne i duam fort, flas në të gjitha marrëdhëniet njerëzore, po sidomos tek dashuritë e forta, nuk vdesin asnjëherë. Dhe ka një gjë, që kur një artist dashurohet me dikë, ai personi nuk vdes kurrë. Këtë thonin se kam thënë unë, po mendoj që është shumë aktuale. Shumë aktuale.